Ne themi se ky është kompromisi i cili na është dashur 17 vite për ta negociuar, për të shpenzuar tër kapitalin politik dhe duhet të rim mbrapa këtij ligjit. Po u hoq një presje ose një shkronjë nga ai ligj i cili përbën një, nuk është ideal natyrisht, po përbën një balans të ngushtë të negociuar ndër vite, ne konsiderojmë atëherë se prishet marrëveshja beslidhja shqiptaro-maqedone, marrëveshja historike e 2001-shit dhe prandaj kërkoj një mobilizim përtej partive politike, një mobilizim përtej etnisë, edhe i kanë ftuar edhe elitën politike maqedonase, që të ngritin zërin, dhe ata kanë filluar si raste individuale, mirë po këtu është një plan i oligarkisë maqedonase atje, bashkë me një grup të partive politike nacionaliste, dhe për fat keq, partitë politike shqiptare që janë në qeveri janë vënë në shërbim për të paguar kostën e të qenurit në qeveri. Nuk ja vlen as një muaj ministër, as një vjet ministër për të përballë një kauze e cila është, po këtu kërkojmë natyrisht edhe mbështetje edhe në Kosovë, Shqipëri, do ta përmendim dhe pjesën e bashkimit faktorit shqiptar, po. Kryeministri Mickovski tha, ju e përmendët pak që po punohet për zgjidhjen, por që zgjidhja duhet jetë në përputhje me kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare. Tani kur thot në përputhje me kushtetutën, rrezikon që të hiqen fare? Këtu është kurthi. Kryeministri pat një deklaratë skandaloze në kuvent. Doli para deputetëve dhe tha, Shqipen mund ta përdorni lirshëm ku të doni. Në shtëpi tuaja, si gjuhë private, por gjuhë shtetërore këtu është gjuha maqedonishte. Domethënë, ky është interpretim i kushtetutës para ndryshimeve të vitit 2001. Çfarë rrezikon ky ligj tani? Ekziston ligji, çfarë do t'i bëjë kjo qeveri këtij ligji? Gjykata kushtetuese ka përgatitur një mendim dhe pret momentin e duhur është duke përgatitur ambientin për të menaxhuar rezistencën, për shkak se e din që ne nuk do rrim heshtur nëse do mirret një vendim i tillë. Ka filluar nëpërmjet disa politikanëve shqiptar që të përgatisin ambientin se ligji edhe ashtu nuk qen ka ideal. Kërkojnë mendim prej Komisionit të Venecias, të përgatisin opinionin nëpërmjet mediave, që ngadalë përveç eliminimit praktik të dygjuhësisë në vend, të bëjnë edhe eliminimin normativ nëpërmjet vendimit të gjykatës kushtetuese. Këtë ne duhet ta parandalojmë në çdo mënyrë të mundshme. Për fat keq, them, ja, do jemi drejt për drejt, ata thirren pak edhe në qendrimin e qeverisë Kosovës, një vlerësim të kryeministrit Kurti në një preskonferencë, gjuha shqipe dhe ashtu nuk qen ka e rregulluar mirë, që atje po e keq përdorin si dhënje leje për të atakuar gjuhën. Tash kemi nevojë të dalim mbi vijat partijake, mbi vijat e kufive, po edhe mbi vijat etnike atje, që të ruajmë ato që e kemi arritur në këto 20 vite. Zoti Osmani, përse nuk është arritur asnjëherë ky bashkimi i faktorit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Më shumë ju atakoni njëri tjetrin, partitë shqiptare atje, se sa partitë maqedonase. Duket sikur atë betejën e keni mes jush. Kur keni qenë në pushtet, partitë që tani janë në pushtet dhe atëherë ishin në opozitë, ju sulmonin. Tani po ndodhe kundërta. Si ka mundësi që nuk ka ardhur njëherë ky bashkim? Atje organizimi politik është brenda kufive etnik. Shqiptarët votojnë për partitë politike shqiptare, maqedonasit për partitë politike maqedonase. Dhe është e natyrshme që të ketë garë politike ndërmjet partive politike shqiptare. Mirë po, duhet të ketë 3, 4, 5 pika strategjike për cilët nuk mund të kemi ne debat politik. Nuk mund ne ta fusim në debata a hym në BE, a nuk hym në BE. Nuk mund ta fusim pjesë garës politike a duhet gjuha shqipe të jetë zyrtare ose jo. A duhet marrëveshja e Ohrit të jetë implementuar ose jo. Janë disa tema, pa ajo kërkon vetdije mjaftueshme politike për të kuptuar se ne mund të garojmë për gjitha temat. Kush është më i mirë, kush është më pak i mirë. Mirë po janë disa pika strategjike për cilët nuk mund të negociohet. Gjuha shqipe është e tillë. Dhe tani jemi sfiduar para këtij testi.